mendo mirë për çdo njeri. Kuptohet, të mendosh mirë për çdo njeri, nuk mendon si ai që është 20, si ai që është 40. Po edhe si ai që është 60, që ka më shumë eksperiencë, nuk mendon si ai që është 40. I riu nxitohet më shumë. Por 33 ato duhet ta kalojnë klasën, tash më ka ardhur koha që mendojnë vetëm mirë. Mos paragjykojnë. Mos mendojnë diçka e cila pa e ditur realitetin, pa i ditur gjërat. Don kohë të arritësh nivelin e këshillës, sugjerimit, mirësisë, të dish mirë gjërat, dhe kur të këshillosh, sugjerosh me mendimin e mirë. Omeri ishte në Medinë. I shoku vetë kishte shku larg shumë me shtet tjetër. Kur i vjen njëri nga atij, i sjell lajme, i thot po filani, i tha filani ka devijuar shumë. Ishte njëri besimtar. Tha si? Tha shumë ka devijuar. Nga e vërteta, se të merr nga herë dynjaja, të merr diçka e kësaj bote dhe hutohesh, bëhesh si part-time me fen. E kujton Zoti vetëm kur flitet ditë xumaje. Pra e humb busullën e besimit real të Islam. Tha me vërtet filani kështu po ishte larg, tani drejtote Omeri muslimanët. Çfarë të bëj? Ja shkruani letër. Bismillahirrahmanirrahim nga Omeri ke filani. Ja shkruan atij shokut vet. Edhe i thot Hamim Tenzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqab. Dhe tauli la ilaha illa Allah. I shkruan Kur'an. Sura Ghafir. Edhe ja vulos, ja nënshkru dhe ja jep, tha çoja. Çoja ati. Edhe ja çon. Po shive sa ëmbël, sa mirë, se vetë shkote do të ishte shumë larg, ishte shumë punë. Edhe ai me takt, por mendohet që ky person nga i herë konsumonte alkool. Pinte alkool. Dhe Omerit i thanë që më duket se nga i herë fsheta se kështu duket sikur ka pirë diçka. Atëherë tha këtë letër, qofse është kështu, mos ja jep kur ka pi. Se nuk e kupton. Gjeje esull, qofse e bën këtë veprim, Zoti na fal, po ato dyshojshin. Edhe ai gjen ai e provon kështu, i 100% ishte në rregull. Se duket për shembull policia çfarë bën? Kur kap në një makinë kështu i thot atij shoferit kur dyshon thot ec drejt, edhe i bën i vizë kështu. Ai e fillon ke vizë, këtu e mbaron atje. Nuk ecën dot drejt, kur ka pirë. Kur s'ka pirë, si gjithë ne ecën mirë. Dhe ky e provoje pa duke ecë drejt, ecte, mendi kishte në rregull e me radhë. Edhe ja jep letrën. Urdhro. E mori ai letrën, e hapi Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e madhnueshmit Allah. Siç fillon çdo gjë. Siç filloi gjithë universi, filloi me Bismillah, me emrin e të madhit Zot filloi. Nga Omeri ke shoku i tij. Ha, shive. Gjoja parë, nga Omeri nuk tha ke gjinofqari filan. Po jo pra se gjithë gjinofqari jemi. Nga Omeri ke shoku i tij. Shoku pra është ai që bën gjinave, se nuk u bë armik. Por për situatën ka rami i gjinaf. Pra është thellu në diçka e cila e humbate. Nga Omeri ke shoku i tij filani. Hamim Tenzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Kështu fillon ajo. Libër i cili zbriti nga Allahu madhnueshëm, i cili kush është? I gjithfuqishëm, i gjithmençur dhe i gjithdijshëm dhe i gjithurtë. Kështu ka thënë. E lexoj këtë ai, ju kujtu sundjosi i madh, fuqia dhe pushteti, dija dhe urtësia e madhe hyjnore. Pastaj vazhdon, shikoje Kur'anin. Ghafiri dhanb, falsi mëkateve. Ju kujton gjinavet e veta. Ghafiru dhanb wa qabili tawb. Tha, fal gjinafet, pranon pendimin dhe përmirësimin. Por shadidul iqab, tha, rënd dënon ka ato që e meritoj. Shikoje realitetin e Kuranit. As nuk thot që fal dhe bot çat dush se s'ka problem, jo, kjo është mashtrim. Pas nuk thot që edhe po ishe njëri që mundohesh për të mirën, do të dënohesh se s'ke rrugë tjetër. Hasha lillah, mesatarja. Tha fal gjinafet. E ky ju kujton gjinafet e veta. Tha falje duhet me kërku ke i madhi Zot. Një. Wa qabili tawb, tha pranon pendimin dhe përmirësimin. Tha këtë duhet me e bo. Shadidul iqab, tha po vazhdova kështu, do më dënoj. Drejt, jo me mashtru veten, Islam real kuranor. Kërko falje, do falësh. Pendohu, do të pranohet pendimi, do përmirësohesh, të pranon si i përmirësuar. Vazhdon në krimen, zullum, në gjinafe, vazhdon në të keqe, shadidul iqab, rënd dënon.
E lexoi thot ai që një herë uli kështu e filloi duke mendu. E hapi prapë, lexoi prapë, 3 herë lexoi. Kur e lexoi herën e tretë tha, duhet me qenë dy të parat. Hasha lila me qenë e treta me u dënu. Duhet tha me kërku falje, me u pendu, me u përmisu në rrugën e të madhit Zot me shku. Tha kur shkosh atje thuaj Omerit, e kuptoi mesazhin dhe u përmisu. Dëshira me përmisu tjetrin kur ti mendon se ai është gabim. Edhe ja çon Omerit lajmin kur u kthye tha elhamdulillah, mesazhi u marr. Situata u përmisu, i madhi Zot e drejtoi. Pra i lan ato veset, vazhdoi rrugë të marr, se edhe kushtet ishin të mira. Omeri ja kishte tregu ca shokëve, kur i kishte thonë tha për filanin merak jam bë se s'osh më në rrugë Zotit aty ku ka qenë. Edhe kur taku me shokët, e pan ato ishte i gëzum. Tha mbrisi besimtarëve, ç'mrekulli ka ndodh? Çfarë ka gëzu kaq shumë? Tha ju kisha tregu për filanin po. Mesazhi ka shku zemra i është ngrohtë në Islam është përmisu. Tani një gjoj tha dhe ta dëgjojmë ne xhamatin nderuar. Tha dëgjoni një gjë. Kur tha shikoni një njerëz që devion, mos u gëzoni tha, hidhroni për atë. Filani kështë e bo kështu, aj pas e shku edhe një më të shumë të themin. Mos vëlla dhe mot. Është filani, tu bo 1, 2, 3, bëhet zemra mal, shiqyr që devijoj dhe ky, se shifsha do të mirë. Kështu themi ne sot. Ne kemi ngel mbrapa shumë. Na bëhet qefi kur tjetri nuk është rrugë në dur. Filloi dhe çuni filanit bigjos. Çu ka qenë në baba. Jo, do të mendosh diçka të mirë si të përmisohet. Filania e ke pa, sa me ideal tjetër. Kështu janë si familja ato, them. Ne japim gojës frije. Se s'kemi edukat në Islam. Që me mbulut metën e tjetrit, me i dhoni këshill fshetas, me përmisu, me qenë me zemër. Dhe çai dha Omeri, tha kur e shikoni një njerëz që ka deviju, mos u gëzoni po hidhroni. Dhe e dyta tha, nëse gëzoheni dhe nuk e këshilloni dhe nuk e sugjeroni, jeni bosh shejtan, jeni bashkëpunëtor shejtanit mallkum për ta humbi njëri. Ashtu është. Kush gëzohet kur i njeri bën gjinafe, shejtani mallkum. Kush gëzohet kur i rob largohet nga feja, shejtani mallkum. Ti si je shejtan vëlla dhe motër të begatofti madhi Zot, ti je madhe që është Rahman. Nuk na bëhet qefi, gjen mundsinë me mençuri, me thjeshtësi, me modesti, me rrugën e duhur, gjen formën si ta përmirësosh një vëlla në familje, një motër në familje, një person që e ke në fisin tënd, me shumë takt, me shumë durim, me shumë mirësi, me shumë këshill, pa e ofendu, pa e largu, dashni i madhi Zot. Pastaj dha Omeri në fund fare mos harroni lutjen e të madhit Zot, se ai është udhëzuesi i vërtet. E inshallah i madhi Zot na bën neve të jemi vetë udhëzuar dhe udhëzojmë njerëzit në rrugën e fuqiplotit. Amin ya rabbal alamin.